Historia e Remzi Hoxhës nuk është vetëm historie një njeriu që u zhduk. Është historie një kohe të errët shqiptare, një kohe ku njerëzit buzëqeshnin ditën dhe zhdukeshin natën. Një kohe ku politika fliste për komb, por hijet punonin ndryshe. Remziu ishte nga Kosova, njeri familjar, besimtar, musliman i përkushtuar. Njerëzit që e njinin thoshin se ishte njeri urtë, i afërt me njerëzit dhe shumë i lidhur me fen. Nuk njihej si njeri i dhunës, nuk njihej si njeri i konfliktesh. Ishte prej atyre burrave që e mbante fjalën, që e donte kombin, që i ndihmonte njerëzit në heshtje. Por ndonjëherë, në kohë të errta, edhe njeriu i mirë bëhet rrezik për dikë. Vitet 90, po e coptonin Ballkanin. Kosova jetonte në shtypjen e Slobodan Miloševićit. Shqiptarët ndiqeshin, arrestoheshin, zhdukeshin. Në anën tjetër, Shqipëria po mundohej të mbijetonte mes politikës, shërbimeve sekrete dhe lojrave të mëdha. Dhe aty, mes gjitha saj mjegulle, lëvizte edhe Remzi Hoxha. Një nga pjesët më misterioze të kësaj historie lidhet me takimin mes Ibrahim Rugovës dhe Miloševićit në vitin 1995. Për vite me radhë, u përfol se Remziu kishte dieni për detaje sensitive të atij takimi. Disa besonin se kishte incizime apo materiale që mund të tronditnin shumë njerëz. Asgjë nuk u vërtetua plotësisht. Por në Ballkanin asaj kohe, mjaftonte edhe dyshimi për të hyrë në listë të zezë. Dhe pastaj, 21 tetor 1995, dita kur Remzi Hoxha humbi pa gjurmë. Jo në Serbi, jo në luftë, në Shqipëri. Kjo është ajo që e bën historinë edhe më të rëndë. Sepse shumë shqiptar atëherë besonin se Shqipëria ishte vendi ku kosovarët ishin të sigurt. Por për Remziun, Shqipëria u bë hije e fundit. Familja filloi kërkimet me njerë. Telefonata, pyetje, trokitje në dyer institucionesh. Por askush nuk jepte përgjigje. Vetëm heshtje. Një heshtje që të friksonte, sikur dikush donte që ky emër të zhduke bashk me trupin. Me kalimin e viteve, emri i Shikut filloi të përmendej gjithnjë e më shumë. Në procese gjyqësore dhe dëshmi publike, doli emri i Ilir Kumbaros, ish zyrtar i Shikut, i akuzuar për përfshirjen në torturimin e Remzi Hoxhës. Më pas nisën debatet politike. Në parlament, në televizione, në intervista nate. Shumë akuza u drejtuan ka pushteti asaj kohe dhe emri Sali Berishës u përmend vazhdimisht në lidhje me përgjegjësinë politike të strukturave shtetërore të kohës. Por e vërteta e plot, mbeti e mbyllur diku në errësirë. Dëshmitë që dolën më vonë ishin tronditëse. Flitej për baza sekrete, për dhoma torture, për rrahje njerëzore, për një njeri që lutej dhe rihej, për një njeri që thriste emrin e Zotit me zdhimbjes. Dhe kjo e bën historinë akoma më të rëndë, sepse Remziu nuk njihej si njeri i keq. Njihej si besimtar, si njeri i qetë, si shqiptar që e donte kombin e vet. Mendoje pak atë natë. Një njeri merret, futet në errësirë dhe nuk del më kurrë. As trup, as varr, as lam të mirë. Vetëm një nën që pret, një grua që qam fshehur azi, fëmijë që rriten pa ditur ku mbeti babai. Në politikën shqiptare, rasti Remzi Hoxhës u kthye në plagë të hapur. Emra të mëdhenj u përmendën,
Akuza u hodhën, disa eshtën, disa mohuan, por pyetja mbeti e njëjtë. Kush e mori Remziun? Dhe ndoshta pjesa më e frikshme e kësaj histori është kjo. Shumë njerëz besojnë se ka ende njerëz gjallë që e din të vërtetën, që e din ku përfundoi. Kush dha urdhër? Kush heshti? Por heshtja vazhdon. Ka njerëz që vriten nga plumbi, por ka njerëz që vriten nga errësira. Remzi Hoxha ishte një shqiptar që doli nga shtëpia dhe nuk u kthye më kurrë. Një musliman që besohet se e mbylli jetën mes torturës dhe heshtjes. Një baba që nuk pati varr. Një histori që ende dhemb. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse emri i tij nuk harrohet. Sepse kur një njeri zhduket pa gjurmë, nuk zhduket vetëm ai. Zhduket edhe besimi i njerëzve. Kjo është Rrëfime të heshtura, aty ku historia tregohet ndryshe.